Fox News ka siguruar videon e momentit të ekzekutimit të biznesmenit Mondi Mohalla në Elbasan. 43 vjeçari u ekzekutua mbrëmjen e 30 nëntorit në një nga pikat e karburantit të tij, Xhaxhi Oil, sapo u fut në Range Rover. Në videon e siguruar nga Fox News, duket momenti kur ekzekutori, 43 vjeçarit, del nga makina e tipit Audi, mbuluar me kapuç dhe shkon drejt automjetit ku ndodhej biznesmeni. Në momentin që autori afrohet avash makinës, nga krahu i shoferit, shtin me pistolet drejt Mondi Mohallës disa herë, duke i marrë jetën me 2 plumba në kokë. Numri të arrestuarve për vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka alias Mondi Mohalla ka shkuar në 3. Pas arrestimit të 32 vjeçarit Gjino Ago, ish ortaku të Mohallës dhe Kujtim Pishës, rojës së karburantit ku ndodhej ngjarja, policia ka arrestuar edhe 29 vjeçarin Nevzat Spaho, i dyshuar si ekzekutor. Automjeti i përdorur në krim rezulton të jetë në pronësi të Agos dhe ja kishte dhënë për përdorim Aranit. Ky i fundit ndodhej në masën arrest shtëpie për një çështje tjetër penale. Mohalla dhe Ago kanë qenë më parë ortak. Mondi Mohalla u ekzekutua me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup mbrëmjen e 30 nëntorit, sapo kishte dalë nga një zyrë në karburantin e tij Xhaxhi Oil.